Kanceri i mitrës endometrial. Kur sinjalet e trupit nuk duhen injoruar. 1. Kanceri i mitrës prek shtresën e brendshme të mitrës, të quajtur endometër. Zakonisht prek gratë pas menopauzës, por mund të shfaqet edhe më herët. 2. Shenjat paralajmëruese. Gjakderdhje vaginale pas menopauzës. Gjakderdhje ndërmjet cikleve menstruale. Rritje e sasisë së gjakut gjatë menstruacioneve. Dhimbje në zonën e legenit ose barkut të poshtëm. Humbje peshe pa shkak të qartë. Rrjedhje jo normale nga vagina me erë të keqe. 3. Si vjen dhe çfarë e shkakton? Nivelet e larta të estrogjenit pa balancë me progesteron. Mbi pesha, yndyra rrit prodhimin e estrogjenit. Diabeti i tipit 2. Hipertensioni. Ciklet menstruale të parregullta ose fillimi i hershëm i menstruacioneve. Moslindja e fëmijëve. Historia familjare me kancer ginekologjik. Sindroma e vezores policistike, PCOS 4. Ushqimet që e nxisin në mënyrë të tërthortë. Ushqimet e përpunuara dhe me shumë yndyrë. Sheqernat që rrisin peshën dhe nivelin e insulinës. Alkooli që ndikon në hormonin estrogen. Mishi i kuq në sasi të mëdha. 5. Fakte që shumica nuk i din. Gjakderdhja pas menopauzës nuk është normale, edhe nëse ndodh vetëm një herë. Ky kancer mund të zbulohet herët nëse gratë nuk neglizhojnë shenjat. Mbi pesha është një ndër faktorët më të rrezikshëm. Mund të parandalohet me stil jetese të shëndetshëm dhe kontrolle të rregullta. 6. Nga çfarë të ruheni? Ciklet e çrregullta dhe ndryshimet në rrjedhje. Gjakderdhje në moshë të madhe. Dhimbje të pazakonta në legen ose bark. Lodhje e shpesh dhe rënje peshe pa dietë. 7. Këshilla për parandalim. Mbani peshën nën kontroll me aktivitet fizik dhe ushqim të shëndetshëm. Konsultohuni me mjekun për çdo ndryshim në cikël. Trajtoni diabetin dhe presionin e lartë të gjakut. Bëni ekotransvaginale apo biopsi endometriale nëse ka dyshime. Ruani balancën hormonale me ndihmën e ginekologut.